Të dashur qeverista, para se të kalojmë tutje me materialin e radhës, një falënderim posaçëm shkon për sponsorin ton tjetër, i cili është Cell One, të cilin mund ta gjeni në të gjitha abonatoret e furnizuara Pako të fund vitit me një krem për fytyrë, një krem për trup dhe një krem për duar. Mos harroni, ky krem përbëhet nga jarë të kërmillit dhe është shumë efikas, sidomos për heqjen e rrudhave dhe njollave në fytyrë. E ndjekim bashkë në vazhdim një material i cili ka të bëjë me Klan Kosovën. Çka do të keni rast ju të ndiqni gjatë natëve festive, nuk po flas më shumë, e shohim bashkë në vazhdim materialin. Festat e fundvitit ishin dhe vazhdojnë të jenë momentet më të rëndësishme përgjatë një viti ku shkrihet produktiviteti në secilën fushë, përfshirë edhe televizionin i cili kërkon impenjim të madh në servimin e më të mirës për shikues. Fëmijë të rritur e të moshuar gjejnë veten në shumë sfera përgjatë mesit të dhjetorit e gjerë tek mesi janarit. Viti i ri është koha në të cilën një vit i ri kalendarik fillon numërimin. Tani po e lëm pas 2016 për të nisur një vit të ri me shpresën se në të gjitha aspektet do të kemi më të mira se sa vitin e kaluar. Ajo që secilin vit pritet me padurim është programi televiziv që dhuron për publikun shqiptar kanalet tona. Është më së zakonshme që kjo natë festohet në mënyra të ndryshme. Disa marshojnë në sheshet e metropoleve, shoqëri e mbledhur në klabe nate, po ashtu të dashuruar, ndërkaq ka dhe prej atyre që zgjedhin familjet për t'u arktuar në shtëpitë e tyre me atë që u ofrojnë kanalet televizive. Në një festë si kjo, Klan Kosova gjithmonë ka sjellur shumë atmosferë në ambientet e secilit që ka zgjedhur kanalin ton për t'i kaluar orët më të dashura të vitit. Nata e parë apo 31 dhjetorit do të na gjejë të kthyer në kohë përmes emisionit Nin, ku stafi edhe këtë vit kanë mundsuar rikthimin e hit këngëve dhe hit këngëtarëve të dekadës së fundit. Afrim Uqishi, Ramadan Krasniqi, Sabri Fezullahu, Mihri Ebraha, Arta Bajrami, Naima Bazi, Ganimeta Abazi, Lori, Shkumbin Kryeziu, Mimoza Mustafa, Mimoza Shkodra, Shqipe Abazi, Blero, Etnan e shumë të tjerë do të performojnë vetëm për ju live në përcjelljen e bandit Yje, këngët më nostalgjike. Normalisht që nuk do të mungoj as prive me edicionin special, kush do t'jetë personazhi i vitit, dhe intervistat ekskluzive, gjithsesi kanë vetëm një adresë. Duke vazhduar më pas me edicionin e veçantë prive reality, ku në bazë të titullit mund të kuptohet shumë, të ftuar në darkën më të famshme të vitit me Nikoqer Liberta Spahion. Ermal Fezullahu, Lumi B, Blero, Adelina Tahiri, Dhurata Dora, Robert Berisha dhe Gjiko. Batutat, momente qesharake, emocione, këngë live e deri te klotët. Yjet tanë paraqiten si asnjëherë më parë. Në këtë edicion festiv, kulmi do t'jenë surprizat e mbrëmjes. Janari do të na gjejë në shoqërinë e këngëtarëve që sollën këngët e vitit. Në triplistë do t'ju shoqëroj për orë të tëra me shumë nga këngët e vitit e njëkohësisht nga prurjet të reja të estradës sonë, në një ambient modern të shoqëruar nga fansat e tyre. Me kaq nuk do të mbaroj. Edhe programe tjera si Ora e Pasditës dhe Ora 7 do të kenë edicionin special për fundvit. Programi mëngjesit do të shoqërojë nga Rrugova, teksa Ora e Pasditës do të jetë në një ambient të ngrohtë me muzikë që përfshin ansamblin e Tunxhit, Prishtina Brass, Obori, kuarteti i Enes Bajramliqit, Edon Ramadani, Dugaxhin Muhaxhiri, Fation Ferrati dhe Nita Latifi me band.
Nuk do të mungojnë as kronikat që përmbledhin vitin në kulturë, muzikë, botë dhe vend, teksa në studio Visar Arifaj i Partisë së Fortë do t'i komentojë ngjarjet kryesore të vitit siç di ai, me sarkazm. Këto janë disa surpriza nga programi festiv që televizioni Klan Kosova ka përgatitur për shqiptarët anë mban, që të kënaqen në të gjitha format. Por padyshim se do të ketë edhe shumë befasi, mes tjerash filma premier, show personal të këngëtarëve. Andaj, mos na humbesni për asnjë moment. Festoni me ne, argëtohuni me Klan Kosova. Gëzuar 2017, jemi një.